Përmëngjesit të dashur miq, mirë se erdhët në natën vonë, ja ku ritakuam, ora është 23, ju na ndiqni nëpërmjet ekranit Ora News edhe nëpërmjet valve të radio Ora News në 96.7 MHz dhe sot është e mërkurë, si çdo mbrëmje tjetër, edhe këtë sezon të ri, ne të mërkurave do të vazhdojmë të flasim për arte dhe për kulturë, duke marrë parasysh që në këtë vend nuk ka vetëm zhvillime politike. Dhe ka një audiencë të mirë për të gjithë ata që bëjnë arte dhe kulturë. Ndaj ne do të mundohemi edhe këtë sezon që të rim në korrent me të gjitha ngjarjet edhe zhvillimet kulturore. Pse jo përcjell tek ju atë pjesë që mbase nuk duket mirë në gjithë këtë vorbull informacionesh që vërtitet rreth politikës. Do të flasim për arte dhe për kulturë dhe i pari që ka mbritur në studio është të rikthyer edhe në sezonin e dytë në natën vonë Genc Përmeti. Unë e falenderoj që është sërish me ne. Mirë se erdhe, Genc. Faleminderit që na ftuat dhe do doja të falenderoj edhe unë që i jepni këtë vëmendje që ka nevojë publiku për kulturë. Në fakt ka dhe ngjarje të cilat ja vlen të diskutohen. Është festivali i Venecias, i cili ka filluar në datën 28, edhe këto janë ditët kur po shfaqen filmat që prezantohen në këtë festival, një festival prestigjos për të gjithë ata që e njohin edhe e ndjekin, me siguri biseda do të jetë me interes, por edhe për ata që e kanë dëgjuar si festival, sepse nuk besoj që dikush nuk ka dëgjuar për festivalin e Venecias, por duan të mësojmë shumë pse është kaq i rëndësishëm festivali i Venecias. Dhe jo vetëm për këtë, por në fund të sezonit që ne mbyllëm në natën vonë, Genc Përmeti erdhi na prezantoi një projekt të tij, Here Be Dragons, i cili dje ka pasur premierën. Apo jo? Premierën e kishte në Telluride Film Festival në Colorado, që konsiderohet si Pantenoni i kinazëve, pasi aty mblidhen njerëz të industrisë, nuk ka yje të mëdhenj siç janë aktorët, po janë regjisorët, producentët, ekzekutivët e kompanive, distributorët, ata që shesin, ata që blenë. Pra është meka e blerësve dhe shitësve. E kuptoj, si u prit, edhe besoj është një sfidë që e ke pritur, e ke përcjell me ankth. Tani është shumë e rëndësishme premiera e djeshme. Ishte parashikuar që të ishte vetëm një projekcion, por se mbas projekcionit kishin ndodhur disa ngjarje të cilat bën të domosdoshme një projekcion dytë, pasi ishte ngjallur interesi për një projekcion, sepse shumë njerëz nuk e kishin parë. Kuptohet që aty ka shumë filma, nuk ishin parë, kishin dëgjuar zhurmat mbi filmin, mbi reagimet që kishte pasur dhe menjëherë ishte kërkuar që bëjë një projekcion e dytë. E cila është një lajm jo i mirë, por shumë i mirë, pasi jo për herë ndodh. Dhe mos harrem në seksionin ku është Here Be Dragons, nga regjizori Mark Cousins, i cili është regjizori i filmit, ne jemi producentët, janë dy filma, është hera e parë që Telluride ka në festivalin e saj, dy filma nga një autor. Dy filma nga një autor që është Mark Cousins. Dhe të dy filmat kemi një hapësirë e cila dedikohet regjizorës sonë të famshme, Xhafise Keko. E kuptoj, dhe me thënë duket qartë që ka pasur interes dhe sukses. Për mua është një sinjal jo i mirë, por shumë i mirë, pasi këtë moment Mark Cousins, regjizori i filmit, ka marrë përsipër të bëjë programacionin për 3 muaj për TCM, që është Turner Classical Movies. Në Shqipëri dhe në Ballkan nuk njihet, po në gjithë botën është pjesë e kablorit, sepse ka një audiencë jashtëzakonisht madhe të cilët janë interesuar për filmat klasik. Dhe mbas filmit që kishte në Cannes, që quhet Historia e kinemas dhe fëmijët, aty janë 2 fragmente filmash nga Xhafise Keko, nga Top Gun, Shokët e tij dhe Qytetet më i ri në botë, dhe mendohet që nëse filmi do merret nga TCM, nga Turner Classical Movies, atëherë 2 filmat e Xhafise Kekos mendohet që mund të bëhen pjesë e këtij programacioni, e cila është hera e parë për një film shqiptar që të kalojë në këto dimensione. Dhe lajmet e mira pasojnë njëra tjetrën. Po themi ne jemi futur në këtë zinxhirin sepse ai u futek arkivat e filmit shqiptar dhe u manit nga kualiteti, sepse duhet ta pranojmë që ato filma janë xhiruar shumë mirë. Janë xhiruar në mënyrë profesionale, me një dedikim, kanë një logjik të kinemas të qartë, duket një shkollë e mirë, një shkollë vërtet dinjitoze, e cila pavarësisht që aspekt ideologjik, e cila për hir vërtet tek filmat për fëmijë nuk ndihet, dhe kjo është avantazhi. Po gjua artistike është aq e fortë. Dhe kjo është avantazhi që i ka dhënë dhe regjizori Xhafise Keko. Ideologjinë dhe politikën. Dhe shpresojmë që filmi të ketë përveç Here Be Dragons dhe Story of Children for Films, mund të promovoj filmat shqiptar që janë të involvuara si pjesë të këtyre, si fragmente të këtyre dy filmave. E kuptoj. Kur do të merrni po themi rezultatet e para nga premiera që u shfaq nga Here Be Dragons? Normalisht, jo, ajo do zgjasë për një kohë. Dhe si do të eci tregu për të? Natyrisht Telluride është, si thosh, një vend jashtëzakonisht i mirë për shitje, sidomos televizive, pasi ky është një film ese. Tani po flitet që
si dokumentari se mund marrë pjesë në shumë festivale. Kemi kërkesa nga Adelaide Film Festival, premiera europiane do t'jetë në mes tetor në London Film Festival, e cila organizohet nga British Film Institute, dhe mendoj që do diku te 60 festivale cilat do e kërkojnë sepse ka një plan pune, dhe mos harrojmë që dhe distributor është Anaway Pictures e Jeremy Thomas. Jeremy Thomas njihet si producenti i filmave të Bertolucci, Takeshi Kitano, është një nga producentët domethënë një nga ikonat e produksionit sot në botë. Dhe ai bën dhe një shpërndarje, mos harrojmë çdo gjë ka të bëjë edhe me distributorin. Nëse keni distributor dobët, filmi fillon vdes. Kështu që duke pasur distributor si Jeremy Thomas, shpresat për jo shpresat, po është e sigurt që filmi do ketë një jetë gjatësi. Pastaj aty që shpresojmë ne është blerje televizive nga BBC-ja, nga televizionet të tjetra që ka një audiencë shumë gjerë, TCM për shembull, që është Turner Classic Movies. Ky rrjeti kablor të cilin e përmendëm pak përpara. Atëherë shkon në një audiencë sa më të madhe të mundur. Ka mundësi që ta shohin 1 miliard njerëz. Ky është quhet sukses. Pastaj, të ardhurat ekonomike është tjetër gjë. Do të theksoj që ky film u bë me mbështetjen e Albania Film Commission dhe kuptohet që Albania Film Commission ka mbështetje nga Qendra Kombëtare e Filmografisë që në mënyrë indirekte, është një farë mënyre kontribon në bërjen e këtij filmi, si dhe Arkivi Shtatror Qendror i Filmit. Megjithatë, Here Be Dragons, më shumë se interes financiar që mund të sjellë, sigurisht shpërndarja edhe audienca e tij sa më e gjerë të jetë, aq më interes do të ketë për kinematografin shqiptare dhe për atë çka ne kemi prodhuar, apo qoftë edhe për identifikimin tonë në industrinë e filmit. Që filmat që bëjmë nuk janë thjesht vetëm për audiencën tonë. Qofse ne prodhojmë një film i cili do e shohin 1.000, 2.000, 10.000, 20.000, 100.000 shqiptarë, 1 milion, madje edhe 3 milion, dhe 4 milion le ta shohin, gjithë shqiptarët në mbar që sa bëhemi 8-9, prapë kjo nuk është e mjaftueshme. Sepse filmi është edhe një lloj platforme kulturore. Është një pasuri kombëtare që duhet të shpërndahet. Duhet të shpërndahet gjithandej. Nëse kemi vetëm brenda vetes tonë, në një farë mënyrë unë mendoj që ne dështojmë. Por nëse del jashtë audiencës, fillon audienca përhapet, që të ketë edhe target pasi është një vlerë e cila sot nëse do të shikosh zhvillimin e shoqërisë, shef edhe deri ku ka ecur me kinemanë e saj. Dhe mos harrojmë që sot jetojmë në një shoqëri e cila në një farë mënyrë është kinematike. Po thuajse gjithë, po takosh, kur e pyet për një fenomen ose thotë tamam si filma thotë. Pra, realiteti është filmi, nuk është më realiteti ai që është. Ka filluar tani po krijohet një dyzim realitetesh. Është një stil të menduar, por mos të një stil jetese. Kinemaja është absolutisht shumë e rëndësishme për gjithë. Çfarë ishte apo çfarë është më saktë Here Be Dragons? E rikthejmë edhe një herë në vëmendjen e të gjithë atyre që nuk e kanë ndjekur bisedën tonë në fund të sezonit të kaluar, dhe më pas kthehemi me Gens Përmetin për të analizuar sadopak Festivalin e Venecias dhe mbi të gjitha edicionin e këtij viti. Dje ka qenë premiera Here Be Dragons. Here Be Dragons pse? Unë e di, sepse kemi shpjeguar njerë, por për gjitha ata që duan të din. Për kalorësin mes jetë, Here Be Dragons ishte një lloj orientimi që kur bënin hartat, vendosin për zonat e rrezikshme ku ato nuk donin të shkelnin që mund të ishin të rrezikshme. Duheshin shmangur. Duheshin shmangur, quhej, ato vinin një shenjë quhej Here Be Dragons, këtu mund të ketë dragoj. Edhe
domethënë zonë rrezikshme, ose po ta përkthej me gjuhën e sotme. Rrezik vdekje. Jo, fushë minuar. Fushë minuar. Tani, ky e ka vënë si titull këtë pasi i referohet disa filma të vitit 80 që janë për shembull dy filmat e Teo Angelopoulosit, ose thënia e Werner Herzog që deshte të vinte në Shqipëri dhe kur erdhi në Shkodër në vitet 70 ndaluan që këtu s'futesh dot. Pra, atë misticizmi që ishte veshur Shqipëria para viteve 90 dhe ishte si një territor i rrezikshëm. Tani ky thot u shkova siç e kisha perceptuar në filma si një territor i pashkelshëm dhe ku shkova pash një pikturë Mones. Aty ndjeva sigurisht isha me Monen. Dhe kur largohet thot aty s'kisha asgjë të rrezikshme. Ai ishte një vend, domethënë një vend që duhet shkuar se s'bën, sepse takon vlerat cilat nuk i gje kollaj. Pra, përfshiktu edhe filmin edhe gjithë historinë kinematografike që ne kemi pasur. Ai merret edhe me zbërthimin e vlerave. Për shembull, fillon që nga arkivi kinematografisë deri shkon te Galeri Kombëtare ku merret me Onufrin, me vlerat e Onufrit. Fillon bën një zbërthim në mënyrë të poetike, pasi edhe vetë është një kinemaj, se kjo është një mënyrë, nuk mund të them e re, pasi ka filluar Chris Marker dekada më parë, por tani po diskutohet dhe mendohet që të hapen seksione në festivale, seksione me kinemanë e dhe Mark Cousins konsiderohet si ikona e kësaj. E kinemas e se. Jo vetëm kësaj, po pasi është dhe njohës shumë i mirë kinemas, është një lloj enciklopedie lëvizse, kështu konsiderohet për kineman dhe ka vlera dhe si gazetar, si kritik kinemajt, për njëkohësisht edhe si kinast. E kuptoj. Kthehemi tek Venecia, e ke ndjekur ndopak zhvillimet si ngjarje sa e rëndësishme është për njerëzit e botës kinemas? Jo vetëm ata që janë botës kinemas, po gjithë ka një lloj intrige kur bëhet fjalë për festivalin e Venecias apo Cannes. Natyrisht dhe Berlinit. Ka një lloj sharmi. Por është një gjë që vjen në mënyrë natyrale. Për gjithë ata që kanë një çik dëshirë për art, vjen në mënyrë natyrshme. Tani festivali i Venecias, ndallim nga ky Telluride që mbahet këto ditë, ka domosdoshmë janë dy gjëra ndryshme, pasi Telluride është më tepër për domosdoshmë si një lloj kinema independente, evitojnë studiot, janë më tepër ekzekutivët, regjisorët, janë njerëz të biznesit, ndërkohë që Venecia ka atë pjesën klamore që vinë aktorët, cilët janë pjesë e gjithë marketingut, vinë pas celebrities, nuk funksionon, nuk ka kuptim Venecia pas celebrities, por, si do që tjetë, sidomos 2 vitet e fundit që drejtori i festivalit është Alberto Barbera, janë orientuar drejt një kinemaje shumë të tepër autor, po të shifën dhe seleksionimi filmave, ka një tendencë për të pasur vërtet filma autor. Barbera përpara se të bëhet drejtori i festivalit Venecia, ka qenë drejtuesi Giornata d'autori po në Venecia, pra është një nga figurat më të respektuar në Itali, si njohës e kinema, dhe si selektues. Është njëri i cili ka shumë kontribute në organizimin e jetës artistike, sidomos të shtatë në Itali, dhe ka bërë që të ketë një pasuri shumë të madhe programacione. Për shembull, ne si vjet kemi mjeshtër, siç është Stephen Fry, ka filmi Filomena me Judi Dench edhe me Steve Coogan, një film që do shpresoj që shumë shpejt ta shohim, pasi është një intrigë të interesante. Për mendimin tim, pretendent kryesor është Amos Gitai, izraeliti, që ka një film, ai përherë ka qenë kontroversial. Përherë ka qenë dhe nuk mund të kalon. Si është filmi këtij viti? Ai ka konfliktin midis merret me në një zonë të vogël në Palestinë, ku jetojnë dhe hebrej edhe arab, dhe mënyra se si këta detyrohen të bashkëtojnë me njëri tjetrin. Pra, ai përherë mundohet të preki këto momente që janë sa historike dhe sociale brenda Izraelit, që përherë ka krijuar. Dhe unë besoj që ai do jetë një nga pretendentët për fitimin e luanit të artë. Mos harrojmë kemi Terry Gilliam. Terry Gilliam për mua është një nga perëndit e kinemas. Mos harrojmë, besoj keni parë gjithë me filmin Doktor Parnassus, njeriu që ja hodhi djallit. Ka bërë Brazil, ka bërë filmat e Monty Pythons, është një figurë, mund të them që ndoshta kinemaja nuk do të kishte kuptim pa Terry Gilliam. Ka bërë për herë filma që bile për mendimin tim, ai është në një nivel paksa më të lartë se Tim Burton. Është një nivel pak më të lartë sepse është edhe më i sofistikuar, është më magjistar. Unë e krahasoj me Fellinin. Për në aspektin e magjisë e krahasoj me Fellinin. Kemi mos harrojmë kemi edhe James Franco. James Franco po vjen me një film. Dhe historia është interesante, dhe historia e Gianfrancos. Për mua nuk është nga pretendent kryesor, po që sido që tjetër është një si që James Franco është aty. Kemi gjithashtu edhe italianën përhershëm, që tani është vërtet i përhershëm, Michele Placido. Ai sa që bën filme ka pa diskutim në kompeticion Venecia. Mos harrojmë që kryetari i juris është i madhe Bertolucci.
i cili konsiderohet jo thjesht si mjeshtër, po një njeri i cili një regjisor ose një artist i cili ka pasuruar ato që quhet vokabularin e kinemas. Sa do me thonë ka Bertolucci në kryet jurist festivalit Venecias për të kuptuar kush do ta fitoj Venecian. Ndryshe të ta formuloj pyetjen si përzidhen fituesit. Atëherë, Bertolucci në fund vitit 60 ka bërë një film që quhet Il Conformista. Dhe njëri që ka bërë filmin, që ka bërë Tangon e fundit në Paris, ka bërë Konformistin, ka bërë Novecenton, nuk besoj se ndikohet në përzgjedhjen e fituesit. Domethënë, është Bertolucci. Dhe Bertolucci ka qenë ai që kur ka bërë Butën e vogël, këtë e di nga Jeremy Thomas, nga producenti i tij, që ka pasur një presion të jashtëzakonshëm nga Miramaxi atëherë që ndryshonte, ta shkurtonte etj. Dhe është nga njerëzit i cili e mori kaq shumë personale sa që ka zbritur nga makina në mes të Borës, në mes New Yorkut, ka ikur e ka braktisur, tha unë nuk pranoj që ta prek filmin tim, dhe ka bërë një nga aktet që është konsideruar domosdoshmë çmenduri në botën e kinemas. Duke ditur që sigurisht ka kompromise. Nuk besoj se ai do ndikohet për t'ia dhënë një italiane. Unë gjithnjë kam instinkti im thotë që mund të jetë Amos Gitai ose Terry Gilliam. Si përzgjidhen fituesit me votim? Si funksionon juria? Juria mblidhet dhe fillojnë secili jep opinionin e tij. Po, secili jep listë preferencën e tij. Edhe zgjidhet vitën e kaluar, nëse mbani mend, fitues ka qenë Kim Ki-duk, që si vjet ishte i ftuar me një film, me filmin e ri që ka bërë, Kim Ki-duk me filmin Pieta. Unanimisht gjithë juria ishte dakord që ishte filmi më i mirë. Dhe unë shpresoj të ndodhë e njëjta gjë si vjet, pavarësisht se nuk kemi pa, vetëm kanë dëgjuar kritikat. Kush mund të marri votën unanime të jurisë? Cili nga filmat? Ai që është i preferuar yt? Unë do kisha qef Terry Gilliam, por kam përshtypjen që Amos Gitai do të jetë mund të jetë në shihet e jurisë. Amos Gitai, si Bertolucci, ka lënë një trashëgimi shumë të madh ndaj kinemas. Ashtu si dhe Terry Gilliam, ashtu dhe Stephen Fryer, që ka bërë filmin Filomena. Po që unë, domethënë, nëse duan të bëjnë qok, do jetë Stephen Fryer. E kuptoj. Shiko, ka pjesën e filmave autor, Festivali Venecias, po ka sigurisht edhe pjesën e filmave komercial. Do me thënë, duam apo s'duam, ajo është pjesë e përbërjes festivalit. Ka diçka të mirë në këtë kategori? Unë e pash me kujdes programacionin dhe nuk pash shumë filma që janë studios, që janë, domethënë, kuptohet. Studio mund të jetë dhe një film me buxhet vogël, mund mos jetë studio me buxhet madh, sepse film studio quhet kur studiot imponohen ndaj autorëve për se si duhet ta mbyllin, se si duhet jetë, domethënë çfarë aktor duhet marrë, si do të jetë montazhi etj. Ndërkohë që nuk më rezulton që si vjet në Venecia ka shumë filma që janë prodhime të studiove. Natyrisht, politikat ekzistojnë, ato kanë nevojë edhe për i çik George Clooney, edhe për i çik Matt Damon, kanë nevojë edhe për emrat që tjenë aty kalojnë tapeti kuq, ku dëgjojnë ca klithma nga turma dhe tim për të heqë bërtasin të dua unë, njëri, domethënë e duan kaq shumë sa që ai duhet binë tokë nga dashuritë e mëdha që i vinë që anë, po që kjo është pjesë e lojës. E kuptoj. Por që unë mendoj që Barbera ka bërë drejtori i festivalit, ka bërë një punë të mrekullueshme duke përzgjedhur vërtet filma që do kenë një jetë gjatësi, jo filma që do jenë kalimtar, domethënë një përdorimsh. Shifet loja aktorëve, shifet përmbajtja, shihet gjua filmike, të gjithë parametrat kanë të njëjtën vlerë në përzgjedhjen e filmit më të mirë që do fitoj Venecian? Historia ka treguar që edhe kur, për shembull, janë anashkaluar disa element teknik, se mund të jetë filme, për shembull, vjet kemi parë një film kinez që ishte me buxhet fare të vogël, domethënë, mund të ishte, unë kam përshtypjen kemi parë me Lir Butkëmbile, mund të ishte jo më tepër se $300,000. Dhe përsëri ishte në horizonte dhe i kishin dhënë shumë hapësirë filmit kinez. Kështu që, por kishte histori zakonisht mirë. Aktorë nuk është se ishin mrekullueshëm, po ishte historia aq e fortë sa që e zauronte edhe këtë pjesë të handikapit që mund të kishin aktorët. Pra, kur historia është shumë e mirë, skenari shkruar vërtet mirë, dhe regjizori ka bërë një punë mirë regjizoriale me imazhin, me mënyrën se si ka krijuar mizanskenat, me kohën filmike si ka luajtur, atëherë çdo gjë është. Domethënë, nuk ka të bëjnë vetëm sa është financuar, apo si janë aktorët, janë nye, por ka të bëjë edhe inteligjenca e vet autorit. Mos harrojmë, ne si vjet kemi një film nga Kosova. Mbetemi pak këtu, të mbrish deri në festivalin e Venecias. Çfarë duhet? Dhe sa e rëndësishme është që ne, si film apo si kinema shqiptare, kemi mbritur në festivalin e Venecias edhe jemi në konkurim me filmin e një autore shqiptare, një film kosovar. Po, filmi quhet Ballkoni. E ke parë Ballkonin? Unë kam parë vetëm trailerin.
trailerin. Them drejtën Iliri, Budka e pa kur ishte në Prishtinë. Është me metrazh shkurtër. Lajmi i mirë për shikuesit shqiptar është sepse për audiencën tonë, është sepse filmi do të jetë në gjatë ditëve të tifit. Është biseduar me Linditën, Linda Zeqeren, kemi biseduar dhe ka rënë dakord ta sjellin tif. Ajo ka bërë një film përpara, që ka qenë 9/11, një film vërtet shumë i mirë, vërtet inteligjent. Jo 9/11, që ka qenë me, nuk e mbaj mos i quhet tillë, ka qenë edicioni i parë i tifit, bile ka fituar dhe filmin më të mirë. Dhe pas kaq vjet vjen me një skenar shumë interesant, edhe që kanë lexuar skenarin kam thënë që është perfekt. Shpresoj që kjo të jetë dhe një lloj geni që e kanë familje, sepse Blerta, motra e saj, fitoi vitin e kaluar filmin më të mirë të shkurtër në Sundance Film Festival. Kështu që një farë mënyrë edhe Kosova duhet të jetë mirënjohës motrave Zeqeraj. Sepse sigurisht kinemaja... Nuk është e thjeshtë shkosh në Venecia, nuk është e thjeshtë, pavarësisht është çfarë filtrash ka, si konkurohet për Para Venecia? punës, disa film, po lexoja një libër që quhet Done at the Pictures, ku merret me se si ka ndryshuar kinemaja vitin 90-2000. Dhe fliste Richard Linklater, që është një nga regjizorët që ka bërë School of Rock, ai ka bërë dhe filma independent, ka bërë dhe filma për studio, ai është nga të vetmi që ka gjetur formulën midis studio dhe filmin independent. Dhe ai thotë, në fillim vitit 90, nëse ti arri e mbyllje një film, kishe mundësi ta shihnin të gjithë. Ndërsa sot nuk e ke atë mundësi se prodhohen kaq shumë filma, saqë nuk ka kohë njerit me Nuk ka kohë fizike njerëzit ti shohin të gjithë çfarë prodhohen. Prodhohen me mira, dhe gjithë duan të shkojnë on Venecia, on Berlin ose në Cannes. Dhe pastaj mundon Toronto, Telluride, kur është independent ose Sundance, mundon, janë pastaj disa festivale, po të gjithë çojnë atje dhe e ke parasysh çfarë fluksi ka? Kjo tregon që është një rrugë e gjatë e vështirë, duhet të jetë diçka vërtet shumë e mirë të përfundojë deri aty, në kaq shumë sa prodhohet. Dhe këtu duhet i njohim meritat autores e para punës. Sepse ne kemi edhe një zakon që e morën sepse jo, nuk ka. Të futesh Venecia nuk ka, e morën sepse njifte këtë apo i duhej një nga Kosova, ja, fare. Ai është film vërtet i mirë, ai është një autore vërtet shumë e mirë dhe mos harrojmë që motra e saj Blerta, mbasi mori filmin në Sundance, fitoi çmimin e parë për filmin më të mirë, tani është duke bërë projektin po i financohet me sa diun nga Franca për filmin e saj feature. Dhe shpresoj që edhe Lindita shumë shpejt me projektin e ardhshëm të fillojë në feature dhe kalojnë në do të futet në industrinë me ato merita që ajo i ka arritur në sajt punës saj. Sa shanse ka e çfarë mund të pretendoj përveç se konkurimit edhe prezantimit të Venecia? Një film me metrazh të shkurtër. Dgjoj, kur shkon Venecia, të gjithë ndrojnë. Të gjithë ndrojnë. Domethënë aty preket ëndra, je i lirë të ndërosh. Vitin e kaluar mos harrojmë që ne kishim një film La Nave Dolcen, shkoi pa pretendime, një dokumentar që ishte në seleksionim zyrtar për jashtë kompeticionit dhe në fund fare fitoi çmimin e kritikës. Ishte hera e parë që çmimi i kritikës i jepej një film që ishte jashtë kompeticionit. Pra, çdo kush mund të ndrojë. Mund të ndodhin edhe vlerësime të tilla brenda apo jashtë kompeticionit. U përfol që Hirbi Dragons mund të ishte në Venecia, mirë po duhet të zgjidhej pastaj midis Telluride dhe Venecias, por duke qenë se anglezët dhe amerikanët kanë një lloj domosdoshmë sidomos kur flitet për filmat e vegjël, preferojnë Telluride-in pasi është domosdoshmë më afër marketit, është një lloj marketi që ata i josh më tepër. Po për ne, për shembull për ne si shqiptar, më interesante është Venecia. Jo vetëm si shqiptar, por një pjesë të madhe të vendit. E kuptoj. Ne ndërkohë si vjet nuk kishim në një film nga Shqipëria, përjashto filmin Balkone. Balkonin që ishte një film me metrazh të shkurtër nga Kosova. Pse? Kemi pas prodhim? Jo, nuk mund të them. Në fakt janë 2-3 prodhime të vogla. Janë 2-3 prodhime të vogla, po ta thash edhe një herë që e disa flamuj janë të ngritura në pallatin e Grande Palace. Gjithë flamuj që ishin... Jo, e disa film, aty mund të jenë 50 flamuj. Pra që do thotë vetëm 50 vende, nga 180 që kanë Kombët Bashkuara, 50 janë, për shembull, flamur shqiptar ka qenë 2008, jo, 2009, 2012 që kemi pasur filme Honeymoons, apo ka qenë me filme Fatmir Koçit. Pra, ka gjetur mundësinë që të ngrihet atje, dhe kjo është fitore. Këtë rast kemi flamur e Kosovës, që prapë është fitor shumë e madh, që më në fund doli atje, sepse nuk ka rëndësi kush është producenti, kush është autori, kush është fufare shifet flamur dhe mbahet mend që ishte një film shqiptar, apo ishte një film kosovar, apo ishte një film drejtshejtani. Kryesorja është, domethënë që të mbahet mend që është një film nga ky vend. Sepse po ta them, ja, e zëm se do isha në Telluride bashkë me Ilir Butkën. Kur takoheshim me Tom Ledin, që është drejtori i festivalit apo producentët e tjerë, në fund fare do të ishin dy shqiptar, nuk do thonë ishte kush ishte me emër me mbiemër. Pra, kjo është logjika që ne shohim me njëri tjetrin.
Edhe këshu, po themi, identifikohet një film apo një film tjetër, ashtë më tepër kur janë krijohet dhe nga gjithë bota. Krijohet një opinion që po, në Shqipëri mund të krijohet. Shqipëri mund të xhirohet. Tani ne kemi marrë kohë të fundit se u krijoa dhe Albania Film Commission, janë marrë disa propozime që a mund të xhirojmë në Shqipëri sepse kemi dëgjuar se kanë parë film shqiptar një herë, dy herë, tre herë. Ore, gjësa prodhojnë filma në Shqipëri mund të jetë një vend atraktiv. A mund të vim dhe ne, po, për të prodhuar aty? Ndoshta është më lirë për të xhiruar. Për shembull me Amedeo Pagani, që ai sapo kishte dhe film tani në Venecia, është producenti i filmave të Angelopoulosit, një nga producentët më të lavdishëm, si dhe skenarist shumë i mirë, ka bërë filmin Portieri i Natës. Më pyeti tani, po sikur të xhirojmë në Shqipëri, se kemi skenar përbashkët, tha, po sikur ta xhirojmë në Shqipëri një pjesë të filmit, sepse ka parë prodhime shqiptare, ka ardhur në Shqipëri, ka parë prodhime, shiko, mund të xhirohet këtu. Se ndoshta mendoj që mund dalim më lirë, mund të kemi resurset që nevojiten, aktorët i kemi, pasi aktorët shqiptarë, themi drejtën, kanë filluar të updatohen me teknologjinë e aktrimit kontemporane. E kuptoj, po është më tepër problemi i stafit, i aktorëve, i burimeve njerëzore, Unë e shoh më tepër të stafit. Për të tërhequr producent që të fillojnë edhe të xhirojnë ta shohin Shqipërinë si një vend ku mund prodhohet film apo teknologjia. Kur ka ardhur Joshua Marston për xhiruar Falën e Gjakut, gjë e parë që na kërkoi kur u takuam tha, sa drejtor fotografie keni në Shqipëri? Fite? Drejtor fotografie. Sa i numërove? Them drejtën, u menduam që gjen një. Ai thoshte dua 10. 10 drejtor fotografie më të mirë që kemi ne. Të zgjedh, po themi më të mirin prej tyre, ose ti make-up artist, ose domethënë ne kemi ato që quhet second unit. Po, first unit, domethënë pjesa këtu kemi, po unë shpresoj që shumë shpejt do fillojnë, sepse janë studentët e dy akademive, dy shkollë, Marubi dhe Akademisë së Arteve, të cilët prej tyre po fillon tani dalë një brez kinase, të cilët dal nga dal po futen në këtë logjik në këtë industri dhe shpresoj që ta plotësojnë këtë vakum. Në fakt është me të vërtet për të ardhur keq që ne nuk kemi njerëz të specializuar për prodhim filmash, përjashto aktor apo regjisor apo kinas. Autor kemi. Autor kemi, nuk kemi këtë pjesën e skalionit që do punojnë. First unit, e cila pavarësisht dhe ato artist janë. Dhe ato artist kemi, për shembull për set designer kemi shumë të mirë. Set designers. Po props kemi shumë të mirë. Po kur vjen puna tek ndriçimi, tek audio, apo dhe tek drejtorët fotografive, këtu tani kemi një handicap. Kemi një boshllëk shumë të madh. Po të kishim këto, atëherë këtu do ishte vërtet një industri, do ishte një industri të jetë atraktive. E kuptoj. Jemi pak a shumë në fund, Genci. Fjala fundit për atë që mendoj që do ta fitoj Venecian? Do ta ndjekësh finale? Nuk besoj që mund t'ja lejosh vetes ta humbasësh. Është luksi tepruar ky që mos ta shohësh, pasi një farë mënyrë dhe unë kam vënë bast për Amos Gitajn. E ke vënë bast? Bast me kë? Tani me kolegët apo me veten tonë? Mrat parë me veten tonë, se sfida është me veten mrat parë. Në shohim sa i kemi intuitën. Edhe si janë shihet në përgjithësi të atyre emrave që përbëjnë jurinë e Venecias në krahasim me intuitën tuaj apo kolegëve. Duke njohur Bertolucci është një regjisor i cili është i orientuar ndaj kësaj lloj kinemaje, siç është rasti i Gitajit. Është i orientuar. Natyrisht, ai pëlqen dhe magjinë e Terry Gilliamit, pëlqen dhe mjeshtrinë e Stephen Fryers, pa diskutim, por që shohim. Kjes përmeti nuk para gabon, dhe këte kemi provuar në gjitha rastet që kemi biseduar edhe kemi pasur edhe miq të tjerë në këtë studio për festivale apo për kompeticionet ndryshme të kinemas, do të provojmë edhe kësaj ere, gjithsesi unë të falenderoj. Do të qëndrojmë pas pak publicitetit, pas pak minutash publicitet me një temë shumë interesante. Ky është Lord Byroni. Është Lord Byroni, besoj e njihni të gjithë, është me kostume popullore shqiptare. Nuk është i vetmi Lord Byroni. Roland Tasho, fotografi i njohur, ka sjell emra shumë të njohur ndërkombëtar nën petkun e shqiptarëve të vërtet. Na ndiqni pas pak. Po. Ne jemi rikthyer, edhe zoti Tasho ka mbritur në studion ton, është fotograf profesionist, por shumë më shumë se sa fotograf. Mirë se erdhët zoti Tasho. Në fakt, ajo çka ka tërhequr më shumë vëmendjen, po themi, nga puna juaj e këtyre kohëve të fundit është pikërisht albumi me diplomatët e huaj, me emrat e njohur ndërkombëtar, të cilët janë veshur në petkun e shqiptarëve të vërtet, me kostumet tona popullore. Më thuaj, sa kohë të është dashur, kur ka nisur ky projekt,
fillimisht për ta nisur bisedën dhe është një projekt i përfunduar apo kjo është një histori që vazhdon? Po, atëre si projekt, unë kam mbi 10 vjetë që e kam nisur, tamam në vitin 2001 e kam filluar, dhe gjithmonë duke parë se sa mirë rrinte kostumi tek Bajroni, por njëkohësisht jo vetëm tek ai, por edhe shumë personazhe të tjerë, udhëtar, albanolog, Lord Bajroni, Edith Durham, e pash që ishin në fillim të albumit. Josef Ruth, ka dhe shumë personazhe të njohur, që nuk i kanë shpëtuar dot magjisë së kostumeve shqiptare. Dhe këtë rrugë mendova dhe unë ta vazhdoj. Kjo u fillua në 2001-shin, në një kur iku ambasadori, kur u largua ambasadori italian Mario Bova, atëherë unë i bëra vajzave të tij, bëra një dhuratë, një fotografi me kostume shqiptare, ata e vlerësuan shumë, dhe e pash që në atë pritjen e ceremoninë... Ajo u mirë pritur, që vëmendjen, ishte diçka interesante për ta. Ajo ishte piknisja, ose si më thënë fillesa, fillimi i këtij udhëtimi. Dhe duke bërë një bisedë miqësore me ambasadorin Sekui, ai e thithi si me intuitën e tij, të themi, si projekt, dhe pastaj ai e dha viston për të fotografuar, ose ai e bëri temën më të zgjeruar. Më gjithë përfshirëse. Bëri të ditur, thjesht me një email, të gjithë ambasadorët e Bashkimit Evropian, për të fotografuar dhe për të u ekspozuar në festën e ditës e Europës. Në fakt është interesante, brenda këtij albumi nuk ka vetëm diplomat, nuk ka vetëm diplomat, ambasador, përfaqësues të shteteve të huaja në Shqipëri. Ka edhe artist, ka edhe emra të njohur ndërkombëtar, të cilët kanë shkelur në Shqipëri e kanë prekur Shqipërinë. Shoh këtu në këtë album mund ta shohin edhe teleshikuesit. Lina Wertmüller është një producente italiane, një regjizore italiane, dhe Riccardo Cocciante që kanë ardhur tani së fundmi. I qëmton të gjithë emrat e famshëm që vinë dhe mundohesh t'i bësh pjesë të këtij albumi? Ata vinë me një ngarkesë dhe jo të planifikuar. Me një agent të ngjeshur për diçka tjetër. Dhe shfrytëzoj në disa raste, jo në të gjitha, mundësitë që më jepen, thjesht një pauzë, një pushim që ata kanë, dhe kur bien dakord, unë arri dhe i fotografoj. Dhe do të thoya që një nga personazhet më interesantë të këtij projekti është padyshim edhe Cocciante, i cili ne e njohim shumë mirë dhe si të them ishte shumë dashamirës i këtij projektit, me pëlqeu dhe e pranoi me njëherë të dilte i veshur me këtë kostum. Është Riccardo Cocciante, pastaj vazhdon ambasadori austriak, ambasadori danez, ambasadoria franceze, janë shumë ambasadoria gjermane, pothuajse janë gjithë përfaqësuesit e Bashkimit Evropian. Dhe në fjalën e hapjes, unë edhe e theksova, ishte një nga shërbimet fotografike që mua më dha një kënaqësi në 31 vjet punë, që më dha një kënaqësi të veçantë, sepse, si që theksova dhe në atë fjalën e hapjes, ishin njerëzit më fotogenik që pata fotografuar, në aspektin që ishin shumë të qartë në ato që kërkonin, dhe unë u habita ishin njohës shumë të mirë të etnografisë, të kulturës tonë, mos më thënë që në shumë seli unë gjeta edhe shqiptarizën brenda, do të thotë që flisnin shumë mirë shqip. Kishin simbole kombëtare shqiptare? Dhe unë nuk e prisje që ata ta prisnin me kaq dashamirësi dhe me kaq dashuri këtë projekt. Shiko, ma shpjego pak këtë foto. Kjo është një foto që është bërë, më duhet ta shoh. Kjo është ambasadori danez. Ambasadori danez, por edhe ju? Edhe unë për të respektuar, edhe për të kthyer një çik, se ne gjithmonë i kemi qef ato negativat e vjetër me gjatë mënyrën e fotografimit si ka qenë më përpara, duke hedhur atë copën të posmertes, dritet të tjera. Atëherë edhe unë ju përshtata kësaj fotografie, e improvizova në studion time një foto të tillë, e ktheva në kohë, në histori. Edhe vetë jeni veshur me kostumin popullor për të plotësuar panoramën. Nuk e ke idenë se sa dashamirës, ai erdhi me shpatë, e kishte shpatën dhuratë, edhe erdhi me shpatë, me fjalë, imagjino rrugëve duke ecur me shpatë ambasadori, por ishte një shprehje dhe një dashamirësi
Dhe kishte marrë shumë seriozisht të gjithë këtë dhe kjo është, iniciativë. nëse do të themi ne kemi qik të, kur themi veshje popullore, gjithmonë kemi qik, kujtëm, të një të provincës, ose ndërsa ata kishin me njerë i shkon mendja ke tradita dhe e vlerësonin jashtëzakonisht. Nëse do të thoja një kolegut një shqiptari, një shqiptari, një bashkombasi, do kishte një kështu, ndërsa këta me njerë menin do të vendosej në siklet. Dhe jo, e menin shumë seriozisht dhe njifnin kostumet. Dhe kishin kërkesat e tyre, sepse kostumet unë ja përshtata si pas dëshirës dhe si pas preferencës që ata kishin. Dhe kështu që ishte një nga knajësit profesionale që unë ndjeva në këtë muaj, deri atje sa arrita thash me fjalë që unë ndjeva si Barroso për një muaj, sepse i kisha të gjithë ambasadorët në diktatin e fotos, ishin aq serios dhe aq të vëmendshëm, aq dashamirës në këtë projekt. E kuptoj. Shiko, shoh ambiente të ndryshme, disa janë në Shqipëri, disa duket që janë jashtë, disa nga fotot janë në Paris, këto që kam përballë, dhe shoh që ke lëvizur, zoti Tasho, nuk je përqendruar vetëm në Shqipëri, disa në studio, disa në ambientet jashtë. Kam udhëtuar edhe në Paris me kostume, dhe biles një kostume kam lënë në Paris, se kam si derë të hapur gjithmonë për fotografin edhe për mua. Dhe keni lënë aty për gjitha rastet kur do të duhet të shkoni për të fotografuar? Po, i kam fotografuar edhe në një punonjës i parlamentit francez, një operator, një historiane, një albanolog përsëri, i kam fotografuar në rrugët e Parisit, dhe ishte një nga knajësit përsëri profesionale, sepse imagjino një personazh i huaj, i veshur me fustanell, duke ecur në rrugët e Parisit dhe njerëzit që kthenin kokën. Absolutisht shumë atraktive. Aty tregojnë dhe dy gra që sa i bukur i thanë kostum grek, i thanë, sepse fustanella është pak a shumë e ngjashme, dhe ky që i hidhet me tërbim edhe i thotë, jo, ky është shqiptar. Kjo është fotoja. Dhe ky është Thierrya me fjalë që gati sa nuk i hëngri ato gratë, duke i thënë që jo, ky është një kostum tradit, pikërisht, është një kostum shqiptar dhe kishte kënaqësi. Dhe më thotë që gjithë jetën time këtu në Paris s'm ka parë njëri, thotë, asnjëherë nuk më ka thënë. Në këtë rast me këtë veshje thotë, po më shikojnë të gjithë. Kam tërhequr vëmendjen e të gjithëve. Dhe este me një krenari, po nuk jemi afër Notre Dame, jemi në Hotel de Ville, jemi në qendër të Parisit. Në fjalë ai este me kostum. Dhe kjo gjë mua më dha përsëri një impuls tjetër. Për ta vazhduar? Për ta vazhduar me personazhe të huaj në kryeqytete të ndryshme. Dhe kam vendosur piketat në Vjenë, në Torino, në Milano, e të tjerë, kur unë do shkoj, me një garderobë të vogël me vete, dhe do të lëviz në këtë mënyrë. Për ta vazhduar ciklin aty, në kryeqytete të tjera të rëndësishme të botës. Kostumet, ku i gjen? Kostumet është gjëja më e thjeshtë për të gjetur. Si përzgjedh? Sa janë? Unë i përzgjedh sipas preferencës. Sipas preferencave të tyre. Diplomatët, ashtu dihet për shembull që ambasada franceze ose ka një nostalgji ose ka një ndjeshmëri ndaj Korçës. Po. Ambasadori austriak kishte një ndjeshmëri ndaj Shkodrës, dhe secili ka një projekt, ka një ndjeshmëri ndaj një krahine. Ambasadoria çeke, për shembull, njifte ngjyrat e Mirditës, dhe donte kostumin. Interesant ishte për shembull ambasadori slovak. Ai kishte një projekt dhe udhëtonte në Kolonjë dhe donte një kostum të Kolonjës, të krahinës time, si më thonë, dhe i gjetëm një që i rrinte shumë bukur, dhe kjo i kërkon gjithandej? Po patjetër, kostumet popullore? Kam pikat e mia, kam 2-3 pika që i gjej në momentin e dur dhe me shpejtësi, sepse në herë të jepet rasti që duhet të fotografosh sot o nesër, dhe do të gjesh kostumin në moment, dhe paka shumë, pastaj jam bërë dhe një koleksionist i vogël, kam dhe vetë atë rezervën tënde të përhershme, për çdo lloj rasti. Ky album nuk i numëroj dot, po ju mund të më ndihmoni me numrin e fotove. Po, atëre, unë kam mbi 15 personazhe, si puna Byronit, të vjetër të fotografuar, dhe kam fotografuar dhe vetë rreth 50 personazhe, dhe jam në mes të punës. Me 65 personazhe të vjetër dhe të ri, jemi në mes të punës. Sepse do të ngrej shkallën e personazheve të fotografuara,
Nëse përballë Byronit unë nuk vë një Tony Blair, një Madeleine Albright ose një Bill Clinton, nuk më quhet puna dhe unë jam duke punuar. I ke vën piketat. Po, besoj se dhe me sa shikojnë sa më tepër unë e ngre pjacën e personazhet, aq dhe më të thjesht edhe më dashamirës janë personazhet që do fotografoj. Të duhet të bësh të kërkosh kostumet popullore, të duhet të bësh fotografin, absolutisht, po me sa shoh, të duhet të bësh edhe personin që do të rendi gjithkohës mbas kontakteve të duhura për të mbritur tek personi i duhur. Po pikërisht, sepse fotografia nuk ka lidhje as me aparatin, as me një lloj makinerie, është shumë e gjerë. Është mbi gjitha i kontakt personal të cilin ti duhet ta krijosh. Patjetër, është një seri gjërash me fjalë, aq sa dhe më e bukur e kësaj të gjithës është para pregatitja, mbas pregatitjes, se sa vetë momenti shkrepes që mund të jetë 10 minuta ose 5 minuta. Të gjitha këto e hynë në përfaqësinë fotografike, në konceptin e mbar fotografisë, dhe me thënë të drejtën, fotografia nuk ka të bëjë me një gjë të bukur ose një fotografi momenti. Fotografia, për mendimin tim, me që kam dhe 31 vjet eksperiencë në këtë punë, është mendim, është ide, dhe kur na thot dikushi që shikon se është fotografi e bukur, sikur s'na vjen mirë, kur na thot që është një fotografi me ide, një fotografi e fortë që jep një mesazh, që ka një brëndi brenda, atëherë dhe ne ndjehemi më të plotësuar dhe më mirë. Po, me sa shoh, zoti Tasho, edhe përveç këtij albumi për cilin ne mund të riflasim, edhe punët e tjera tuaja, botimet e tjera tuaja që unë kam në dorë janë pak a shumë brenda këtij koncepti, brenda konceptit të ides, brenda konceptit të ciklit personazheve. Shqiptarët në Greqi është një tjetër album, Shqiptarët e Francës është një tjetër album, të cilat ne do të kemi mundësi t'i shfletojmë. Rend gjithmonë, domethënë, mbas ideve të ciklit personazheve, apo kjo është të paktën ajo linjë që po ndjek këtë periudhë? Siç e thash, me fjalë e bukur e fotografisë është ideja, është mendimi që karakterizon një profesionist në punën e tij. Dhe po të thuash me fjalë dokumentimi, dhe së bashku me dokumentimin e emigracionit shqiptar nëpër botë, është edhe evidentimi ku janë shqiptarët, por pse jo dhe përmirësimi i imazhit të shqiptarëve në botë. Kjo është, si më thënë, projekti im kryesor gjatë këtyre 10 vjetëve të fundit. Është një fotografi dokumentare. Nëse ti shfleton këtë album, të paktën albumin e shqiptarëve në Greqi, ky album fillon me foto nga pikat e kalimit kufitar, ashtu siç ne shkuam fillimisht në Greqi. Pikat e kalimit kufitar në Kakavi, ku fotot janë me të vërtet shumë domethënëse. Kështu ishim ne kur shkuam fillimisht në Greqi, në këto kushte, në këtë gjendje. Jemi të integruar, jemi të ingranuar shumë mirë në jetën atje ku punojnë, në jetën greke, me që është albumi në fjalë, dhe atje gjen mjek, gjen ekonomist, gjen sportist, artist, në të gjithë gjen qytetar të denj. Absolutisht, që mbas vështirësive të para, mbas 20 vjetëve, pothuajse shqiptarët janë një etni e rëndësishme, kudo që janë të gjithë mbi shtetut, janë artist, janë njerëz të thjeshtë, të paktën në albumin Shqiptarët e Greqisë. Nis me Bujar Alimanin, vijon me Renato Ripon, është një çelist në Kameratën e Athinës, orkestra e miqve të muzikës, vijon mëtej me grupin folklorik Lab Vllazërimi, të fotografuar me kostume popullore, Rodolf Gjillari, pronari i Agjencisë Transportit Balkan Trans Greqi Shqipëri, Dorina Karaj, është studio fotografike design. Në Athinë janë njerëz sa të njohur, aq edhe të pa njohur për, po themi, në botën publike, po jeta e tyre ka histori të veçanta. Ka histori suksesi, në fundit ka histori suksesi. Lajert Vasili, aktor, shumë i diskutuar edhe shumë patjetër këto majat jam munduar ti fotografoj. Nuk mund të thuash që janë miqtë e mi. Unë edhe për këtë punë, sidomos mbështeten tek miqtë e mi gazetarë që janë në përvendet e huaja, dhe edhe kjo është një punë që mua më jep kënaqësi, dhe kjo është shkrepja shumë e shpejtë, por takimi me ta dhe mbas takimi me ta është gjithmonë proces fotografik, i themi ne.
Fogdo Strakosha, Anila Jole, Mirjam Prifti. Është doktor, është mjek, ka shumë e shumë personazhe. Danilo Zeka, Marieta Shomo, shumë. I ke përzgjedhur apo je munduar të prezantosh pak nga të gjitha? Pak nga të gjitha. Sidomos me Greqinë, po gjithmonë duke e mbajtur pjatën një çik më sipër, duke u marrë një çik me, sepse dhe imazhi në Greqi nuk ka qenë, siç e dimë ne të gjithë, jo fort i mirë, dhe unë jam munduar që të prek majat, por njëkohësisht edhe duke ulur poshtë ke baza dhe ke njerëzit e shumicës. Siç është libri i Greqisë, është libri i Francës, i Amerikës, i Zvicrës, i Italisë. Është një cikël i plot. Po, është një cikël, të cilin unë po e vazhdoj. Shqiptarët në Francë, Klodiana Skënderin shoh. Po, ti do të hapësh ke Ismailin. Edith Papavrani. Më fal. Nuk e di me kë fillon. Nuk ka kuptim libri edhe projekti. E ke filluar me Ismail Kadaren? Patjetër. Dhe është një fotografi që e ka pëlqyer, një fotografi shumë e bukur. Edhe ke vazhduar me Inva Molan? Po, pikërisht. Edhe me Angelin Prelocaj? Me Omer Kaleshin? Solange D'Angeli? Liri Begeja? Dhe një aktore tjetër franceze, Dominique Blanche, është Gjergji Themeli, Armanda Themeli dhe Fiona Themeli, familjarisht. Po, ndërsa mbrapa, shef një tjetër ekspozit që bëm në mars të këtij vitit me vajza. Po, do të flasim edhe për të. Kjo në fakt më duket shumë interesante. Dua të ndalemi pak këtu, zoti Tasho. Është një ekspozit dhe një ide, një koncept i cili ka përballur personazhe të njohur në kohë të ndryshme. Pikërisht jemi përsëri tek fotografia ide. Tek fotografia e ideve. Pjesë e fotografisë edhe para viteve 90, duke i rifotografuar këto vajza dhe mbas viteve 2010, i shikoj që në pozicionin që kanë qenë këtu, janë edhe atje ku ato punojnë. Kush është në këtë foto? Këtu është një Greta Aliaj, vajza e koreografit e Grona Aliaj. Kjo është, Kjo është Greta Aliaj? Pianiste këtu dhe atje jep mësim vullnetar në një shkollë në Frosinone, në afër Italisë, jep mësim për fëmijët shqiptar. Për fëmijët shqiptar. Dhe kam fotografuar në dy kohë. Një paranuse, këtu në vitet e 87-88, dhe në 2010-ën, me pak ndryshim, Greta vazhdon jetën e vetë në Itali. Shohim një foto tjetër për të parë Lindita Thodori. Është përsëri Lindita e kthyer mbas kaq vitesh, dhe atëherë ishte shumë e ngrirë në ato festivalet e hershme, ndërsa si në një motor, shumë energjike, jashtëzakonisht vajza re ka ngelur. Eci më tej me foto të tjera për të komentuar të tjerë personazhe. Kjo është pak e harruar, Anisa Markajan. Anisa Markajan. Një aktore dhe njëkohësisht e pozicionuar përsëri me kopa e parë, pothuajse. Unë e kam fotografuar në Paris, kjo banon në mes të Francës. Dhe është me atë pozicion, me atë shkollë që kishte mbaruar këtu për mjeke, vazhdon mjekësinë edhe profesionin e saj në. Shiko, po shoh që edhe fotot, përballja e fotove po mundohet të rinët njëjtën linjë si atëherë edhe tani. Kjo është Engjinini? Engjinini. Besoj e njohin gjithë, këngëtare, violiniste? Violiniste në Milano. Ka vazhduar edhe Engjinini në Milano karrierën e saj që ka nisur në Shqipëri? Po, është në një nga orkestrat e Milanos. Kjo është një, unë pikërisht jam përmbajtur këtyre vajzave që nuk bëjnë emër në publik, por janë pajtë të suksesme sa dhe Inva Molan në muzikë. Kjo është Olta Glozheni, e kam fotografuar ditën e parë të shkollës dhe njëkohësisht kur është diplomuar në një nga universitetet më të mira të Milanos. Dhe një studente e shkëlqyer, një mbiemër shumë i dëgjuar këtu kene. Absolutisht. Është përsëri një vajzë tjetër, e fotografuar në dy kohë, në ditën e parë të shkollës, dhe sot banon në Amerikë, por njëkohësisht dasmën e bëri në Shqipëri. Në Shqipëri. Dhe zgjodhën motorin për të bërë një xhiro nëpër Tiranë. Shumë bukur.
Çfarë ka bërë më shumë, çfarë të ka mbetur më shumë në mendje nga ky cikël të cilin jemi duke analizuar tani? Kjo është shoqja ime e klasës, Admira Mara. Aty janë me çorapet njësoj të viteve tona të gjimnazit. Uniformën e socializmit. Mund të shikojmë në krasht edhe shoqja jonë përsëri Adriana Berberi, bashkë me Admirën. Dhe sot është një punonjëse shumë e rëndësishme në FAO, në Rom. Në FAO. Unë kur i bëra vizitë Admirës atje, ajo para disa vitesh, kishte disa vajza që punonin për të. Kjo ishte shefe dhe punojësit ishin një italiane, një greke, një serbe. Një pozitë e rëndësishme. Nuk tregon vetëm si kanë ndryshuar njerëzit, po tregon në kaq shumë vite si ka necur shqiptarët, qofshin emra të rëndësishëm të skenës apo personazhe publik, qofshin edhe emra që janë marrë me karrierën e tyre, deri ku kanë arritur. Kësaj i jam përmbajtur që këto vajza ishin mirë këtu, ishin pedagoge, ishin mjeke, ishin të suksesshme këtu. Dhe ato që ishin të mira këtu, janë paq të mira dhe biles me hapësirat që janë krijuar jashtë, janë paq të mira edhe jashtë. Edhe Klele Lëloçi është vajza e një miku tim, e fotografuar kur ishte e vogël, dhe tani më e martuar në Amerikë, dhe kjo një mbaruar suksesshëm për ekonomi, dhe është në ditën e saj të dasmës. E kuptoj. Nga gjithë ky cikël, zoti Tasho, çfarë të ka mbetur më shumë? Mua më ka mbetur profesionalizmi përsëri, sepse të gjitha këto janë kontakte, pastaj unë këtë punë kam, me këtë punë merrem. Dhe më jep kënaqësinë e të ribërit, të rigjeturit përsëri, por dhe e krahasimin. E ke bërë fotografin një profesion që nuk mbetet vetëm tek aparatin, e përmendëm edhe pak më parë. E ke kthyer në një profesion që të bën të kontaktosh e të kesh marrëdhënie me kaq shumë njerëz profileve të ndryshme. Ti kërkosh ata aty. E kemi ne. Jo, është profesioni i tillë, në fjalë që i themi neve vetes, i fut turit nuk ka hapësirë kur ti nuk ke mundur të fotografosh dhe njëkohësisht të bredhësh me fotografinë. Është profesioni i tillë që të do kontaktosh, do të takosh nga njerëz nga më të ndryshëm dhe po duket që i lidhur me identitetin, me thelbin e shqiptarit, qoftë nga pjesa e kulturës, qoftë nga pjesa e traditës me albumin e kostumeve popullore me të huajt, qoftë në ndjekjen e shqiptarëve dhe karrierën e tyre në vende ku shqiptarët janë vendosur më së shumti në Greqi, në Itali, në Zvicër, edhe në Amerikë, edhe me këtë pjesën e krahasimit, që në një farë mënyrë tregon si kanë ecur shqiptarët në fushat ndryshme. Atëherë këto mund ta shtrim ose ta hapim çik. Kjo do të thotë të mirë të qenit freelance. Sepse kur nuk je i punësuar, patjetër duhet të krijosh idetë tua. Dhe në ato fillime, ne shikonim që fotograf shumë të mirë që punonin me agjenci të mëdhaja të shtypit të kohës, rrinin 2 vjet në një agjenci dhe tak kalonin freelance. Gjithçka brenda. Aty morën vesh me fjalë që freelance do thotë të kesh mendim, të jesh i lirë, të gjithë njerëzit punojnë për të qenë të lirë, ndërsa freelance në fotografi do të thosh që edhe të krijosh, edhe të mendosh për fotografinë dhe të krijosh. Të krijosh gjithçka ka të bëjë me mënyrën se si ti je shef profesionit. Dhe shikon që temat që kanë ecur është pikërisht e dokumentimit të emigracionit, është kjo e veshjeve, edhe shumë tema të tjera. Unë këtë muaj pres të mbaroj edhe një temë, edhe një libër tjetër që e kam filluar përsëri para 13-14 vjetësh, librin me shkrimtarët dhe artistët të fotografuar në një karrige të cilët e kanë firmosur të gjithë. Të cilën e kanë firmosur të gjithë. Shiko, ne kemi këtu një Calvados me Robert Zhvarc. Është një tjetër botim shumë interesant që ka në qendër Robert Zhvarc dhe pjesë të krijimtarisë së tij edhe foto të tijat në kohë të ndryshme. Kështu do t'jetë pak a shumë cikli që do të vijoj? Ky është një libër i vogël, thjesht një omazh për Zhvarcin, të cilin ne të gjithë pothuajse e njohim. Ai do jetë më i madh, sepse janë rreth 47-48 personazhe dhe do të thoja që 13-14 nga këta nuk jetojnë më.
Por e bukur e përsëri e veprimtarisë e fotografisë është kur të gjithën këtë arrin ta hedhësh në një libër. Ai mbetet. Libri për mua mbetet dhe aq më shumë që më zgjat pothuajse çdo libër gati ke 9 muaj më duket si një fëmijë, që edhe ne na bëjmë fëmijë. Dhe unë kënaqësinë e kam kur e përfundoj projektin, gjithmonë kur del një libër, atëherë quhet si më i realizuar, më profesionalisht. Është një punë që ka lindur, është rritur edhe... Dhe nuk jam pak të themi tash, të flasim një çik dhe për Belulin, janë 10 të tillë, 10 libra. Sa shumë foto? Si numër foto, duke arritur kështu të cilat grumbullohen edhe grupohen në botime të ndryshme me tematika të ndryshme. Në 31 vjet punë, me fjalë gati unë po arri, sepse si më thënë jam akoma duke punuar dhe po punoj me fotografinë, mund të shkoj gati ke 900.000 shkrepje. 900.000 shkrepje. Dhe për një fotograf unë kam marrë vesh me fjalë kur isha me bursë për fotografinë në Paris, që 1 milion që është një shifër e jashtëzakonshme për një... E konsiderueshme. Është si po, është një, me fjalë që unë e mora vesh që gjërat kanë ndryshuar, se me pjesën digjitale sot është... Të shqetëson kjo pjesë, të shqetëson mënyra se si është ndërtuar tregu i fotografëve ose si po zhvillohet arti i fotografisë. Do të thënë, është ndarë sot, është këtu tek ne ndarë sot fotografia si art edhe fotografia si biznes? Edhe në takimet e tuaj të kam ndjekur her pas here. Jemi munduar të flasim për fotografi, nuk ka qenë gjithmonë e thjeshtë. Për të folur pastaj për art fotografik, është një çik, duhet folur me rezerva, nuk, sepse unë kam parë dhe jashtë. Është shumë vështirë të jetosh duke bërë art në fotografi. Njerëzit që jetojnë me fotografin o janë të punësuar, ose do kenë, ose me projekte, por që të jetosh me art fotografik duke bërë art, është një gjë. E para njerë edhe ajo nuk ka, sepse një fotografie që ju mund të thoni art, unë nuk i them art, edhe ajo nuk ka një përkufizim kështu, por që është e vështirë. Por njëkohësisht sot aparatet janë shumë në modë, edhe fotografia është në modë, dhe kjo është një gjë e mirë, e përdorin të gjithë, dhe thjesht për të bërë art mund ta bësh deri në farmase, sepse për të jetuar, për të mbijetuar, për të mbajtur familjen, edhe për të do të mundohesh të shkrepësh për shumë vjet në fotografi, për dëshirën e të tjerëve. Duhet patjetër të punësohesh ose të kesh një... E kuptoj, ndërkohë po fotografoni çfarë këto ditë? Unë këto ditë jam në punë e sipër, përsëri personazhe të huaj, më vinë për të fotografuar, kjo u hap, kjo si lojë dhe... Edhe vazhdon të mbetet një cikël i hapur. Një cikël i hapur. Para një jave ishte një balerin, prima balerin e Milanos, e cila u martua me një djalë shqiptar, Eris Nezha, ajo quhej Petra Conti. Ato kishin dëgjuar, e morën vesh nëpërmjet Facebookut dhe shprehen ata dëshirën për të fotografuar me kostume, dhe unë po isha i gatshëm, dhe kështu që numri avancon, por gjithsesi jo atje ku dua unë, tek majat, ku dua të arrish. Do t'i arrish? Jo, është... Ke sinjale pozitive i ke krijuar besoj kontakte. Patjetër, jo, çdo gjë është mundësi financimi. Në momentin që ti gjen dhe merr rrugën me fjalë, unë e di dhe kam kontaktet me fjalë që njerëzit janë shumë të gatshëm për të bërë një cikël. Kur të fotografosh Bill Clinton, Madeleine Albright, Tony Blair me kostumet popullore, unë do doja të ishim prap në këtë studio, megjithëse mund të doj kohë derisa ato të publikohen, por të paktën do të ishte me të vërtet një arritje shumë e madhe, jo vetëm për ju. Edhe unë kështu e konsideroj. Faleminderit për emrat që i rizut në gojë, por të shpresojmë. Të shpresojmë. Unë të falenderoj zoti Tasho që ishit sot me ne. Faleminderit. Do të shkëputemi sërish për pak publicitete, edhe në fund programit do të vazhdojmë të flasim për art, është e vështirë, tha zoti Tasho, të jetosh duke bërë art me fotografin, është e vështirë të jetosh duke bërë art të vërtet. Kështu është historia edhe një djali shumë të talentuar, i cili do të vi më njëherë pas publicitetit. Ai bën street art. Do të keni mundësi ta njihni.
A i ka mbritur, është i fundit i ftuar për sot, po është absolutisht një djalë shumë interesant, quhet Kristi Karkanaqi, është performues. Ju mund ta njihni ose edhe nuk mund ta njihni, sepse nëse do ta shihni atë në rrugë, mund të jetë i transformuar, mund të jetë në performancën e tij, ai bën performanca të gjalla në rrugë. Sot ka ardhur të na shpjegoj sa e vështirë është ta bëj këtë dhe sa e vështirë është ta bëj këtë në një vend që nuk është se ka kulturën e këtyre lloj performancave. Në botë absolutisht mund keni parë në kryeqytete pafundësisht art të zhvilluar në rrugë. Në Shqipëri, ne prandaj kemi thirrur madje Kristin, ka shumë pak. Mund të them që je i vetmi, Kristi. Mirë se erdhe. Faleminderit, mirë se u gjeta. Si ke vendosur ta nisësh këtë gjë? Si ndihesh kur e ke filluar? Pse këtë profesion, pse këtë lloj mënyre, pse në rrugë, pse ti? Faktikisht më ka lindur si një ide shumë e momentit. Ishte një ide e momentit. Edhe mendova pse jo edhe në Shqipëri diçka e tillë. Street perform shikojmë kudo, siç e thatë dhe ju, në gjithë botën. Janë ato që gjallërojnë shumë kryeqytetet, aq më tepër për turistët. Shumë e drejtë, edhe është qendra, pikërisht vendet më të mëdha të botës, Barcelona, Milano kanë traditë në organizimin dhe të festivaleve të street art. Edhe nga këto, pata edhe një përvojë para disa kohësh në Itali, pikërisht me numrin e Lakit që edhe po transmetohet. Ky që jeni duke parë në ekran, sapo regjiat na ndihmoi, është një foto, është Kristi në rol ose brenda performancës së tij dhe ky personazh quhet Laki. Me këtë personazh ke filluar në Itali, e ke provuar veten. Po, aty ka qenë hera e parë? 2-3 muaj, po. Aty ka qenë hera e parë? Jo, era e parë e provova në Shqipëri përpara se ta provoja në Itali, por në Itali pati atë impaktin e parë dhe suksesin u prit shumë mirë, ajo më dha zemër për ta provuar edhe në Shqipëri. U ktheve dhe fillove ta zhvilloje këtë lloj arti në Shqipëri. Sa e vështirë ishte dhe sa e vështirë është, sepse me sa shoh nuk pas ka shumë kohë. Vështirësia qëndron, pasi si çdo gjë e re në Shqipëri ka vështirësitë e saj. Por ndoli komplet ndryshe nga ajo çka unë mendoja për street artin dhe për njerëzit ose për mentalitetin shqiptar. Por për momentin di të them që jam shumë i lumtur dhe shumë i kënaqur për pritjen që i kanë bërë shqiptarët Lakit edhe street artit. Vërtet i them shumë faleminderit, jam shumë i kënaqur. Pasi gjithçka vërtet street arti ka dhe kontributin e diçka pjesë të saj. Por gjë e më rëndësishme që mua personalisht më jep shumë zemër, janë fytyrat e qeshura edhe duartrokitjet të zjarta të ngrohta nga njerëzit. Kjo është diçka që mua më pëlqen shumë. Do të thënë, ata ndalojnë, e shijojnë performancën tënde, buzëqeshin e duartrokasin. Do të thënë, këtu mund të themi që misioni yt si artist ka mbaruar. Është përmbushur, po, është përmbushur. Ajo është finalja e shfaqjes. Ajo është finalja. Ku vendosesh? Ajo fotoja që pash me personazhin e Lakit, më pas unë do doja shumë të më shpjegoje si e ke krijuar këtë personazh, si krijon përgjithësi gjithë personazhet të cilët ti i vesh për të kënaqur gjithë njerëzit që shëtisin nëpër Tiranë. Dhe mu duk si një foto diku nga kodrat e liçenit. Ku e gjen Kristin, Lakin, apo personazhet e tjerë? Në vendet ku ka më shumë lëvizje, sidomos dhe tani në periudhën e verës, liçeni ishte plot, njerëzit lëviznin shpesh, por është i vetmi vend i gjelbër që na ka ngelur këtu në Shqipëri, kështu që atje ka goxha lëvizje. Në të pak në atë parqe që ka në Tiranë. Po. Edhe në blok ishte goxha eksperiencë e mirë, pa ka rini, njerëz që e vlerësojnë artin tim, po në këto 2 pika jam munduar për momentin të performancën. Si e ke krijuar Lakin? Si ka ardhur Laki? Që nga ideja e deri tek realizimi? Ideja lindi shumë qartë, ishte periudhë vere. Edhe 2 gjërat ose 3 gjërat që njerëzit kanë më shumë rëndësi gjatë periudhës së verës janë pushimet, argëtimi edhe heqin stresin. Absolutisht të argëtohen pa e vrarë mendjen për asgjë tjetër. Edhe brenda personazhit të Lakit mundohem t'i bashkoj të 3 elementet. Pushimet i lidh zakonisht me një valixhe që simbolizon pushimet. Muzikën ose argëtimin e kam simbolizuar nga një kitare, që është instrumenti klasik
Edhe që është pjesë e dekorit. Po. Edhe kështu, laki kompletohet pikërisht me këtë ide. Kjo ishte ideja kryesore. Pastaj, ndërtimi... Duket si një personazh i Florint. Si një personazh i Florint. Është marrë pak edhe nga ngjyra. Më ndodh shpesh që më pyesin, po pse gold? Pse gold? Pse gold? Po, Flori është një diçka i pastër, e pa përzier. Kështu që mundohem që edhe arti im tjetë diçka e pastër, i pa përzier nga dikush tjetër, tjetë thjesht Kristi. Interesante, po për ta realizuar të gjithë panoramën edhe me të gjithë aksesorët për një personazh, i bën vetë të gjitha? A ke diko që të ndihmon? Kush është stafi jot? Kush është grupi me cilin ti realizon personazhet? Si ja del me të gjitha? Faktikisht, stafi im jam vetëm unë. Edhe gjithçka më duhet ta ndërtoj vetë personalisht. Është pak e vështirë për gjetjen e materialeve, sidomos këtu në Shqipëri, por me pak ide dhe pak fantazi, çdo gjë realizohet. Kjo është pak a shumë. Stafi, ndoshta edhe shoqëria më ka ndihmuar pak a shumë. Kam disa shokë që bashkëpunojnë për evente të ndryshme, edhe ata më kanë dhënë idetë se si mund të realizoj një personazh i tillë, duke qenë se ishte era parë dhe unë kisha ndrojtjen se si do pritej, si do dilte diçka, por kjo pak, gjithçka për momentin jam vetëm. Je vetëm. Ky që shohim në foto është një tjetër personazh. Nuk e di si e ka emrin, dua të më shpjegosh më shumë për të. Duket një personazh interesant. Laki 2 i burgosur. I burgosur. I burgosur, po. Risia në këtë numër është levitation, është një numër që qëndron në ajër pa karige. Pa karige i ulur, është një magic trick. Është magic trick, nuk është sforco shumë e madhe fizike. Jo, sforco ka pak, por është diçka e qetë. Sforco ka qenë në ndërtimin e saj. Në ndërtimin e saj. Si? Magic trick. Nuk mund të zbulojmë. Në me thënë, ky është Kristi, në Laki 2 i burgosur, edhe ju mund të shihni, mund mendoni, ose ideja është që është i ullur një karike, në fakt është në ajër, dhe kjo është e gjitha merite Kristit edhe e mënyrës se si ai e ka zgjidhur këtë gjë. Sigurisht nuk do donim t'ja zbulonim. Këtu je totalisht monstruoz, nga ekstremin ekstrem. Sad klon. Sad klon. Një klon i trishtuar. I trishtuar, po. Shumë i trishtuar që nga. Kjo tregon që jemi ajsa fani, jemi dhe njerëzor, do më thonë që edhe ne që dalim një klon që ka qeshur gjithkohës, ka bërë gjithë për të qeshur. Është edhe pak i trishtuar në raste, kjo është realiteti njerëzor, pak a shumë. Sa personazhe ke krijuar deri tani? Personazhet janë të shumë, por më kryesorët më pëlqen të gjithë t'i quaj Laki. Të pëlqen të gjithë t'i quash Laki? Më pëlqen të gjithë t'i quaj Laki, megjithëse... Po ta transformosh Lakin në rrethana të ndryshme? Në rrethana të ndryshme, në karaktere të ndryshme, të luaj me humorin, të luaj pak me trishtimin si shohim foton, por nuk e di, më pëlqen t'i quaj të gjithë Laki. Edhe mund të rendit për momentin, janë diku të 6-7 personazhe të ndryshme. 6-7 personazhe, është Laki pushues i ideal, ose pushues i përjetshëm. Ky është Laki në blok. Edhe ky është levitation. Edhe kjo është sikur, do me thënë, një statuje ngrirë. Sa e vështirë është të bësh statujën e ngrirë? Këtë dua të ma shpjegosh, sepse besoj edhe shumë të tjerë kanë parë në përbot njerëz që rinë si statuja, mund t'i ngatrosh fare mirë. Sa e vështirë është të bësh këtë? E vështirë është, por lidhet pak edhe me personalitetin e njeriut. Do shumë qetësi shpirtërore, qetësi të brendshme, edhe në fundit do të pranosh që ti je atje pikërisht për këtë punë. Qetësia është gjëja më e rëndësishme. Një person i qetë mund të arrijë të bëjë dhe Lakin, duke pasur parasysh që koha që unë qëndroj si statuj arrin diku në 120 minuta, ndoshta edhe më shumë. 120 minuta
ti qëndron si statuj, po thuaj se një statuj e vërtet. Po thuaj se një statuj e vërtet. Për 2 orë. Për 2 orë, po. Ka një shkollë për ta bërë këtë gjë? Shkolla më mirë është praktika. Ti e ke mësuar absolutisht çdo gjë nga praktika, apo ke mësuar diku? Të ka mësuar dikush në një artist më i vjetër, diku tjetër? Do ishte kënaqësi, por bazat e artit, bazat e showt ose të cirkut, i mora në cirkun e Tiranës. Atje u rita... Ke kaluar nga cirku i Tiranës, i e rritur. Nga cirku i Tiranës, po brezi pak 10 vjetë më përpara. Atje mora këto shkëndije dhe e para të artit. Por, gjithçka pastaj ka qenë individuale. Zoti na ka krijuar, na ka dhënë secilit personalitetet të ndryshme, dhuratat të ndryshme, të gjithë njerëzit, talente të ndryshme, po. Edhe ne na ngelet vetëm t'i përdorim në të mirë të njëri tjetrit. Është shumë të kërkoj ta shohim si mund të qëndrosh pa karike si kur je në karike? Tani? Tani nuk mendoj se realizohet. Është e vështirë? Është shumë e vështirë. Do disa apo është ai truku magjik që do të zbulohej drejt për drejt. Po, si reagojnë njerëzit kur të shohin në personazhin e Lakit të ngrirë për 120 minuta që nuk lëviz? E kam përshtypjen vinë aty të bezdisin, të bëjnë të lëvizësh? Po, njerëzit janë nga natyra shumë kurios. Edhe kur shikojnë dikë që qëndron si statuj, janë kurios të dinë kush qëndron mbrapa statujës. Edhe më ndodh shpesh në përshfaqje të ndryshme që njerëzit jo vetëm shoqërojnë përgjatë kohës që unë bëj performanca. Rrinë aty, presin kur do të lëvizi ky njeri. Presin derisa unë të lëviz dhe derisa unë të ndrohem që të shikojnë edhe çfarë ndodh dhe kush është ky personi që realizon këtë. Është diçka e bukur sepse është një mbështetje dhe t'i jep goxha zemër për të vazhduar. E kuptoj. Ke mbetur tek performancat në rrugë apo ke pasur kontakte të tjera, të është ofruar diçka tjetër për ta zhvilluar artin në ndonjë skenë ku mund të jetë e përshtatshme, ku mund të jetë i përshtatshëm ky lloj arti? Si ka ecur deri tani? Jo, për momentin kam një kontratë në një qendër tregtare, me një biznes, po. Atje ushtroj profesionin klon. Ku ka qarkullim të njerëzve? Bëjmë një show çdo fundjavë për fëmijët. Për fëmijët, po kryesisht. Por në Lakin ka ngelur gjithçka në rrugë, duke qenë se lidhet me rrugën, është diçka personale, është kënaqësi, pasi rruga të jep vërtet kontaktin e parë me njerëzit. Atje ti ke çdo gjë live, provohet kënaqësia e të qenit përballë me njerëzit. Më pëlqen rruga, më pëlqen. Diçka e bukur. Punon edhe me fëmijët, po themi në mënyrë të dedikuar me fëmijët me personazhin e klonit, në një nga qendrat tregtare të Tiranës. Kush e pëlqen më shumë këtë lloj arti që ti bën? Fëmijët, të rinjt apo moshat e besme? Ndahet nga personazhi. Kloni sigurisht është shumë i dashur për fëmijët. Kurse personazhi i Lakit, i statujës, rrugës, fëmijët ndoshta e kanë pak frikë. Është diçka e ngurtë, edhe kur lëviz diçka e ngurtë është gjithmonë ai impakti i parë që njerëzit edhe të mëdhenj ndodh që ndonjëherë që janë të shpërqendruar nga problemet, nga çka kanë, kur kalojnë edhe ndodh që ndonjëherë trëmben, edhe lçojnë edhe ndonjë fjalë. Na pushoj zemra. Po Laki statuj ndodh që ka grup moshën e adoleshencës edhe të... Pak më të rritur. Po, ata janë që e vlerësojnë edhe e kuptojnë. Si e vendos orarin e shfaqjeve të tua, po i quaj shfaqje, megjithëse nuk janë shfaqjet zakonshme në skenë? Kur del? Ke një agent tënden? Po, sigurisht. Orari i pikut kur njerëzit kanë mbaruar punët e tyre, zakonisht vera, ka një orar 7:30, kur gjithë njerëzit janë kthyer ndoshta edhe nga pushimet ose fillon xhiroja, i qarkullojnë më shumë në rrugë. Po. Këto orare mundohem të shfrytëzoj edhe pikërisht në vendet ku ka më shumë njerëz. Në vendet ku ka më shumë njerëz. Për ditë?
ndodhe, kam disa angazhimet të tjera, por përgjithësi mundohesh të jesh prezent. A fiton para duke bërë një art të tillë në rrugë? Me thënë, një pjesë mund ta bëjnë për kënaqësi, për shkak të pasionit, për dëshirën e madhe të kontaktit të drejtë për drejtë me publikun, të performojnë në mënyrë të gjallë, dhe pastaj pjesën e parave e kanë opsionale, po fituan, nuk e di si është për ty. Sigurisht, është e njëjta gjë edhe për mua. Është e njëjta gjë. Mua më pëlqejnë shumë njerëzit, dua harxoj shumë kohë për t'i ndihmuar, kam një program timi për t'i ndihmuar njerëzit edhe kjo është një ndër mënyrat se si unë transmetoj atë çka dua t'i them njerëzve. Një program për të ndihmuar njerëzit? Çfarë është ky program? Është një program, unë jam një person besimtar, besoj shumë, edhe gjëra që besoj, më pëlqen që t'i zbatoj në jetën time, duke qenë se ka një qëllim për të gjithë njerëzit, dua t'i ndihmoj, edhe me sa ka mundësi, përpiqem që qoftë fëmijët, qoftë këdo, me programin tim, sepse nuk është mirë të flasë për këto gjëra se duke sikur flasë për... Jo, për sa kohë është një program që ndihmon njerëzit, unë besoj është mirë të flasim, sepse sa më shumë njerëz të dëgjojnë, aq më shumë njerëz do ndihmojnë njerëz. Mund të bëhen ndoshta pjesë edhe e programit tënd, pse jo? Nëse do të na tregoje pak më shumë detaje si funksionon, sa njerëz janë pjesë e këtij programi, si ndihmoni njerëzit, ku takoheni? Programi zhvillohet në vende të ndryshme. Në vende të ndryshme. Mblidheni njerëz që doni të ndihmoni ata që janë në nevojë dhe kontriboni me mënyra të ndryshme? Kontribuojmë në mënyra të ndryshme, por kryesisht duke u dhënë njerëzit vërtet ka nevojë, qoftë për gjëra ekonomike ose materiale, por kanë nevojë më shumë edhe për gjëra shpirtërore, pasi ato janë gjërat që nuk mund të blihen me... Edhe nëse do të kenë para, do ta kenë vështirë. Pikërisht, ne studioj shumë Biblën, është një libër që mua më pëlqen shumë, edhe ajo ka vërtet një shpresë të bukur për të gjithë njerëzit. Duke shqyrtuar këtë, mundohemi që pak a shumë të jetojmë sipas atyre normave dhe parimeve që ajo ka. Të zbatoni ato lloj fryme. Edhe në këtë kohë, megjithëse është shumë e vështirë dhe njerëzit janë shkëputur shumë nga njëri tjetri. E drejtë është ftohur dashuria kudo. Besoj në këtë logjik, Kristi, edhe arti yt në rrugë mbështetet. Tani po kuptoj pak a shumë pse ti ke zgjedhur ta bësh këtë gjë, për që në më afër me njerëzit. E drejtë është pikërisht kjo. Sepse jem vërtet më afër me njerëzit, edhe ke mundësi të shikosh edhe mënyrat se si ti të ndikosh drejt për drejt tek njerëzit, edhe mënyrat ose gjërat për çka ata kanë nevojë. Sepse rruga i përballë të gjitha, përballë çdo lloj problemi, çdo lloj situate, dhe ti bëhesh më i vetëdijshëm për të kuptuar njerëzit ku ti do t'i japësh, edhe të gjesh dhe mënyrën se si këtë diçka që ti do t'i japësh. Apo këtë energji, këtë dashuri tua përcjellësh të gjithëve pa pritur diçka si këmbim. Domethënë, ajo absolutisht nuk është qëllim në vetvete. A ka të tjerë si ty në këtë qytet? Njerëz të tjerë si ty në këtë qytet që bëjnë këtë lloj arti, që kanë këtë lloj filozofie për jetën? Për artin, për momentin nuk njoh njëri. Po njerëz të tjerë që kanë këtë filozofi për jetën, njoh shumë. Edhe më bëhet vërtet qefi që, siç e thamë në fillim, që kohët në cilat jetojmë janë shumë probleme, njerëzit janë shumë të stresuar e gjëra të tilla, por që njerëz që mundohen të dalin pak nga realiteti, e të jetojnë vërtet me disa norma dhe disa cilësi që vërtet sot po humbin, mendoj se ka shumë. Do doje që Tirana të ishte një qytet më i gjallë, kishte më shumë art në rrugë, edhe të llojeve të ndryshme, jo të domosdoshmërisht të këtij lloji arti që ti bën, po artistët të dilnin në rrugë. Dëshira më e madhe është që çdo shitës ambulant të ishte një artist. Të ishte një artist. Ka kaq shitës ambulant në rrugë, sa sigurt ishin të gjithë artistë. Do bëj një festival i madh çdo ditë. Kjo është dëshira më e madhe për mua. Edhe po mendoj pak a shumë për të bërë edhe ndoshta një mini festival të vogël me artistët e rrugës, do ishte vërtet një kënaqësi. Shoh disa
djemë dhe vajza që performojnë instrumentet të ndryshme. Dhe me thënë Ka artist artist rrugës. që e shpalosin artin e tyre në rrugë. Për momentin janë vetëm personazhe që janë instrumentistë. Instrumentist, po. Për statujën ngelet për momentin Laki. Instrumentist deri diku piktor apo njerëz që vizatojnë në rrugë, domethënë deri kaq mund të shohësh. Tatu Në kryeqytet. Tatu? Njerëz që bëjnë bijuteri të vogla, punë dore, domethënë këto janë arti që të ofrohet në rrugë në Tiranë. Ke vendosur ti mbledhesh? Kam vendosur ti mbledh. Jam dakord? Domethënë jeni për momenti qëndron një projekt në idetë e mia. Në idetë e mia, pasi kam pasur disa angazhime të tjera për moment. Po është diçka e bukur, është fundi një sezoni vere, do doja ta mbyllja me këtë angazhim. Po, diçka ngelet një projekt i bukur. Faleminderit që isha sot me ne. Besoj të gjithë ata që të kanë parë në rrugë, jam shumë e sigurt të falenderojnë aty drejt për drejt, por të falenderojnë, besoj një zëri edhe mbas kësaj bisede që kemi zhvilluar bashk për gjallërinë, dashurinë që ju jep, pa kërkuar të marrësh diçka dhe mbi gjitha për gjallërinë që i ke dhënë qytetit. Megjithse është pak një njeri të bëj këtë lloj arti në një kryeqytet, mbase nesër do të jenë më shumë. Do donin të gjithë të fakt më shumë artistë të dilnin në rrugë, të kishte më shumë art. Rrjedhimisht do ishte gjithçka më e bukur në këtë qytet. Gjithçka do ishte më me shumë gjyra. Unë të falenderoj, Kristi, dhe të uroj absolutisht shumë suksese në gjithë shka ke nisur. Faleminderit e ju. Faleminderit të dashur miq, shpresoj ta keni shijuar mbrëmjen e sotme, personalisht për mua ka qenë një mbrëmje shumë e këndshme, gjithsesi ne do të ritakohemi nesër, mos harroni nesër është e enjte dhe të enjtet ne sjellim një personazh, edhe ai pari për këtë sezon do të jetë një personazh mjaft interesant. Faleminderit që na ndoqët, natën e mirë.